ditën e sotme është publikuar një video nga dhoma e rrëfimit ku shfaqet Brikena duke folur për Mateon. Ajo tregon një moment që kishte gatuar për të dhe veten, edhe ndërkohë Mateo nuk kishte shkuar për të ngrënë, por kishte qëndruar me Selin dhe Shëndritin. Brikena shtoi edhe episodin kur ai ka marrë për krahun Selin për ta nxjerrë jashtë dhe për ta hedhur në pishinë. Por gjëja që i ka habitur më shumë publikun është momenti kur në italisht thot "Voglio chiudere con lui", që do të thotë dua ta mbyll me të. Doja të gatuaja për veten dhe për Mateon, e bëra pjatën gati, i bëra edhe një zemër, hodha për atë dhe për vete. Ai po rrinte me Selin dhe Shëndritin. Unë e ha krejt pjatën, ai nuk vjen. Edhe për ty është më rëndësishme me nejt me fol me Selin se sa me ardh brenda me respektu bukën që unë bëra për ne të dy. Njerëzit me zor presin me pas këtë mundësi prej meje dhe unë po ta jap ty mundësinë me qenë me mua. E ka ditur shumë mirë se sa të rëndësishme kam me dhe një puthje, më ka bërë më ndje shumë keq. Shkon më ka për krahu, me hedh në pishinë, sidomos një vajzë që as që e kam shoqe, por kur doli klipi që mund të jetë keq kuptuar që ti mund të kesh pëlqim për të dhe shkon e bën këtë gjeste. Më ka lënduar kjo gjë, dua ta mbyll me të, thot Brikena ndër të tjera. Një video kjo që ka tronditur fantat e dyshës, se çfarë do të ndodh, na mbetet vetëm të presin në ditët në vijim. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.